Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër ka përfunduar hetimin dhe ka dërguar për gjykim shtetasin me inicialet AT, i akuzuar për veprën penale mashtrimi kryer më shumë se një herë. Sipas organit të akuzës, në kuadër të procedimit penal numër 1751 të vitit 2024, ka rezultuar si i pandehuri në cilësinë e administratorit të një shoqërie tregtare që ushtronte aktivitet në fushën e trajtimeve dhe ndërmjetësimit për studime vendit, dyshohet se ka mashtruar në mënyrë të përsëritur disa shtetas të huaj. Nga hetimet është dokumentuar se personat të dëmtuar kanë kryer pagesa për procedura aplikimi dhe programe studimi bazuar në premtimin për shërbimin që sipas prokurorisë janë realizuar në përputhje me marrëveshjet e lidhura. Në disa raste, shërbimet e premtuara nuk janë ofruar fare, ndërsa në raste të tjera janë ofruar vetëm pjesërisht, duke shkaktuar dëme pasurore shtetasve të huaj. Në përfundim të hetimeve, Prokuroria e Shkodrës ka vendosur dërgimin e çështjes në gjykat, ndërsa thekson angazhimin për mbrojtjen e interesave pasuror të qytetarëve dhe ndjekjen penale të rasteve të mashtrimit.